Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur të konstituojnë as pas tentimit të 7 radhazi, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit nuk mori votat e nevojshme as në seancën e së dielës. Në këtë situatë të bllokuar politike, analisti Burim Ramadani ka deklaruar se javën e ardhshme pritet të zhbllokohet konstituimi i Kuvendit, duke lënë të kuptohet se është arritur një zgjidhje ndërmjetme. Përmes një postimi në Facebook, ai ka paralajmëruar se pas konstituimit të Kuvendit, sfida tjetër do të jetë formimi i qeverisë së re. Megjithatë, Ramadani ka theksuar se sipas tij nuk ekziston mundësia për formimin e një qeverie kurti 3. Në javën e ardhshme, megjithëse zhbllokohet konstituimi i Kuvendit përmes një solucioni të ndërmjetëm, pastaj fillon pjesa e dytë e ballafaqimit politik, formimi i qeverisë së re. Nuk ka qeveri kurti 3, ka shkruar ai. Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ka njoftuar se seanca e radhës do të mbahet të martën. Në prag të saj, përfaqësues të partive parlamentare kanë paralajmëruar përsëri dështim, duke thënë se qëndrimet e tyre mbeten të pandryshuara. Gati 3 muaj pas zgjedhjeve të nënshkurtit, Kuvendi vazhdon të mbetet i pakonstituar për shkak të mos pajtimeve mes partive më të mëdha rreth zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit. Në seancën e sotme, deputetët do të duhej të zgjidhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët, proces ky i domosdoshëm për të hapur rrugë drejt formimit të qeverisë së re. Në zgjedhjet e nënshkurtit, lëvizja vetëvendosje doli fituese me rreth 42% të votave, duke siguruar 48 ulëse në Kuvend. Megjithatë, për të formuar qeverinë e re, asaj duhet të paktën 61 vota. Pas lëvizjes vetëvendosje, më së shumti vota mori Partia Demokratike e Kosovës me 24 ulëse, e ndjehur nga Liga Demokratike e Kosovës me 20 ulëse. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë fituar gjithsej 8 ulëse, prej të cilave 3 takojnë Nismës. Bashkimi Evropian ka përsëritur ditë më parë thirrjen që Kosova të formojë sa më shpejt institucionet e reja të qeverisë.